Stella, stellina, la notte si avvicina, non basta una preghiera per non pensarci più. Kur ne I trajtojmë fëmijët e të tjerëve si fëmijët tanë, atëre bota do të thotë që se ka humbur ende ndjeshmërinë e saj umane. Non ci sei più tu. Unë urinë e kam ndjerë, po e uria nuk është gjë e keqe. E uri pastaj transferohet nga stomaku te syt. Edhe kur gjerët e syt pastaj ti janë gjendje të parish çdo gjë. Si ishte fëmiria e Ermalmetës këtu në Shqipëri? Ka qenë një fëmijëri me frikë po pa frikë. Unë s'doja t'i keq këtu. Ma ka dhënë një pus shumë të thellë. Po Shqipëria të dha dhe një qiell për të fluturuar lart, atë qiellin që synojnë shqiponjat? Atë qiell ma ka dhënë mamaja ime, jo Shqipëria. Te voglio bene assai. Tani të dashurës tënde të zemrës Kiarës, kështu jam merr mendjen atë zemrën ti duke kënduar këngë dashuria, po si këndon fare. S'kam kohë të këndoj në shtëpi. Si klikoi në zemrën tënde? Tani unë nëse jam gjendje të shpjegoj si klikoj, do të thënë që nuk është gjë e vërtetë. Ishte shumë e thjeshtë edhe nuk sigur nuk janë ndjente për faktin që unë isha Ermalmeta. Thjesht isha Ermal, edhe kaq. Si u bëre ti Ermalmeta që çmendet Italia? Të gjithë të duan, të duar trokasit, të admirojnë. Nuk kam qenë ndonjëherë ndonjë talent kush e di se ç'a. Po kam pas një vullnet të mëshëm. Diferencën e bën sa punon ti. Sa kallo ke ti në përduar. Edhe unë duart I kam plot me kallo. Cilët janë njerëzit më të rëndësishëm gjatë karrierës tënde në Itali që kanë vendosur një gur kilometrik në karrierën tënde? Ku një ditë më bie telefoni. Alo, jam Maria. Wow, thash me veten time. Po si ti thoshe unë jo Maria de Filipi, ishte gjë që nuk e bëja dot. Kur e ke marrë në duar për herë të parë vajzën tënde, çfarë ndjeve? Ajo ka lindë një moment shumë të vështirë. Se kera pati një problem. Gjatë atë nata ju thye placenta. E bin makinë dhe ishte tërgjak edhe kam qenë një moment mërë. Acia në jetën tënde nuk nis me lindjen e Fortunës, vajzës sate dhe Kiarës, por shumë më herët me hyrjen e dy vajzave shqiptare në jetën tënde. I njojta këtu në Shqipëri tek një shtëpi, I quhet shtëpia Rozalba. Klodi dhe Lume erdhen në moshën 18 vjeç, por ne e njohim që ato ishin 15 vjeçare, ishin të vogël. Nga një moment ne jetojmë bashkë. Çfarë të trëm më shumë sot? Tradhtia. Cila është forma më e lartë e dashurisë që ka njohur deri më sot? Fëmijët. Dhe cili është luksi më I madh për shpirtin tënd sot? Koha. Dhe ëndra ime është që unë të prezantoj Sanremo dhe ti ta fitosh atë vit dhe uroj që kjo të ndodhë. Ti atë urinë që po flisim bashkë e ke te syt, kështu që mund t'ja dalësh.